Territori shqiptar për datën 28 mars parashikohet të përshkohet në një mod i paqëndrueshëm. Sipas të dhënave meteorologjike, pritet të ketë një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 10 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë ndërgëzim deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 8 deri në 12 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 14 gradë, Peshkopi 3 deri në 13 gradë Celsius, Tiranë 8 deri në 13 gradë, Durrës 8 deri në 13 gradë Celsius, Kavaj 8 deri në 14 gradë, Elbasan 5 deri në 13 gradë Celsius, Berat 8 deri në 12 gradë, Korç 2 deri në 14 gradë Celsius, Vlorë 7 deri në 15 gradë, Gjirokastër 1 deri në 10 gradë, Sarandë 8 deri në 13 gradë Celsius,